Zoti Softa mendoni që do dëmtohen më shumë bizneset me këtë vendim që përfitojnë duke reklamuar pra sipërmarrjen e tyre apo opozita nga ana tjetër që thotë që po dëmtohet para zgjedhjeve, pasi videot e saj denoncimet bëhen virale. Po reagim aktualisht ke vetëm nga opozita. Nuk kemi një reagim ose një pronocim, po themi, ka vetëm një lloj sondazhi, jam munduar të lexoj disa sondazhe, si mendojnë qytetarët lidhur me këtë vendim të qeverisë shqiptare. Të paktën një nga mediat ka qenë një sondazh me 5.000 sa persona të pyetur, ishte rreth 76% e quhenin vendim gabuar, 21% e quhenin të dur dhe rreth 1.5% nuk dinin, pra nuk shprehen lidhur me këtë vendim të qeverisë. Pra shumica absolute tregon që është kundër mbylljes saj, sepse me sa duket është një shoqëri e cila është shumë e përqendruar dhe e koncentruar tek TikToku, si për kohën që u mbet duke shtetuar atë, po dhe për ata të cilët duke pasur kaq popularitet dhe kaq përdorim në territorin shqiptar, është kthyer dhe në një mjet komercial për gjithë ata të cilët tregtojnë apo promovojnë produktet e tyre komerciale apo tregtare. TikToku ishte edhe pjesa ku një nga gjyqtarët e Elbasanit, kujtoni gjyqtaren e TikTokut, e cila këndonte këngë për kokainën apo promovonte atë lloj mjeti që më pas doli që ishte dhuruar apo dyshohej e dhuruar nga një grup kriminal. Pra gjitha këto janë si nga ekspozimi dhe përdorimi i personave të drejtësisë, përdorimi i personave që janë në struktura policore, po dhe persona në struktura shtetërore, apo deputet të cilët janë pjesë e TikTokut apo TikToksave të cilët i përdorin këto lloj platformash. Por thash, përveç anës pozitive, janë dhe anë të tjera negative, sepse kjo platformë është në Kinë dhe lufta midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe TikTokut për ta marrë dhe për ta blerë dhe për ta poseduar deri në bllokim apo mbyllje, e ka çuar, sidomos tani që është dhe Trumpi në krye të Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të kemi me siguri një ndryshim, qoftë edhe të formës se si TikToku mund të jetë dominant në tregjet botërore. Megjithatë, është nga platformat më popullore dhe më të vizituara dhe më të frekuentuar në botë. Por mund të ishte gjetur edhe zgjidhja e Australisë që të ndalojë vetëm për fëmijët. Unë nuk harxoj shumë kohë të drejtën në TikTok, her pas here futem, sigurisht, sepse është dhe një formë për ta përdorur anën pozitive të saj, por është dëshira e njerëzve të cilët me siguri do ta gjejnë këtë mënyrë për të komunikuar, por nuk është se do të mungojnë platformat, por ndoshta jo kaq e suksesshme sa mori këtë popularitet TikToku. Përsëri do të gjendet një platformë ku njerëzit do të futen, do të kenë mundësi të argëtohen apo të komunikojnë apo të realizojnë dhe qëllime të tjera, sepse jo gjithmonë është pozitive, ka dhe persona të cilët futen me qëllime negative. Me që përmende Sheban, mund ta ketë bërë kryeministri për t'i rënë sy dhe Trumpit apo Jo, nuk besoj sepse kjo bisedë është bërë paktën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ideja për TikTokun ka qenë e më parshme, para se Trumpi të vinte në pushtet. Pra, vetë administrata amerikane ka qenë e shqetësuar lidhur me rrezikun ose për shembull edhe Bashkimi Evropian ka kërkuar jo bllokim të kësaj platforme, por mbyllje të saj me disa kritere duke përjashtuar gjithë ata që quhen zyrtar dhe punojnë në kompjuterat apo telefonat e tyre ku kanë dhëna sensitive apo që mund t'i përdorin ata duke depërtuar shërbimet kineze për të marrë dhëna të cilat mund të jenë me interes për vetë atë, mund të ndikojnë edhe në sistemet zgjedhore. Për shembull, kujtojmë momentin e Rumanisë, kur një kandidat për president fitoi presidencën pikërisht duke përdorur këto platforma sociale. Një person që kurrë nuk bëri një fushat, kurrë nuk doli në publik dhe megjithatë arriti të bëhet fitues sa shqetësoi presidentin aktual, po edhe gjykatën që të rishikojë këtë lloj fitore që ai mori nga qytetarët e Rumanisë.